të një keqpërdorim të rezultateve apo falsifikim të rezultateve apo keqpërdorim të fletë votimeve, por nuk konsideroj që prokuroria mund të urdhërojë rinumërimin ndonjë vote. Nëse ashtu për vështërri në një klasë. Po, a janë të drejta këto përplasje të vazhdueshme të zënë për votat e diasporës, vetëvendosja po e akuzon lidhjen demokratike të Kosovës që ka inxhiniering të procesit të manipulimit të votave me post, në anën tjetër opozita po e akuzon vetëvendosjen për manipulim të votave në përfaqësi diplomatike. Po e kemi thënë unë edhe para se me shumë kohë para se të nxjerrë ndoshta edhe aktet e nënligjore nga KQZ-ja për ligjin e ri, kam pas paralajmëruar që potenciali për ta keqpërdorur votimet apo për të votuar në mënyrë të dyfisht në ambasada dhe në konsulata jashtë Republikës së Kosovës ka qenë shumë i madh dhe rezultoi që ishte i saktë, sepse siç e pam edhe rezultatin nga ambasadat, të cilat i kontrollon pushteti, pra lëvizja vetëvendosje dhe partia Guxo, rezultoi se sipas atyre që kemi parë në media, sepse unë nuk jam direkt i përfshim në asnjë proces të KQZ-s, por sa kemi parë në media, vetë rezultati 85% kanë nënkuptuar që ishte shumë larg rezultatit normal dhe si me tha ritmit të votimit për lëvizjen vetëvendosje që ishte 40%, pra ishte i dyfishuar dhe me qenë se tash të jemi në fund dhe është rinumëruar vetëm përmes ankesave mund të atakohen edhe ato në ambasada, por ka pas inxhiniering, megjithatë nuk është pastruar i krejt sistemi, mirë po do të ishte mirë, po tash jemi evoluar shumë edhe po t'i hapim të gjitha çështjet, ndoshta nuk do të arrijmë të certifikojmë rezultatin e zgjedhjeve as në muajin prill. Po nuk bën tu lihen, shme thonë në harres, krejt këto parregullsinë nëse janë të vërteta? Kjo më varet nga subjektet politike, nëse ja atakojnë me mjete juridike, avokatët i kanë me siguri, do t'i atakojnë edhe ato në ambasada, edhe këto në Kosovë, edhe këto me kusht. Nëse jo me mjete juridike, me mjete politike është duke vlu Facebooku, sidomos prej akterëve të lëvizjes vetëvendosje, posa e pash një reagim të Ministrit Financave Kuran Murati me tabela, me grafika, se si potencialisht mund t'i ketë manipulu votat me post lidhja demokratike. Po, aja është, si me thonë, të thamë për para, sa të më ka thonë, pra. Ata inxhinieringun e banën edhe me trenin bulgar në Gjakov, dhe më duket edhe në një qytet tjetër, s'm kujtohet, dhe inxhinieringun gjithashtu doli në ambasada dhe konsulata, dhe tash për ta balancuar pak para publiku, se kënë se edhe në DK-ja. Po, unë nuk po dua të paragjykoj as njërin as tjetrën, por që inxhiniering dhe ndërhyre, sepse kemi gjetur edhe ka pas edhe fletë votimet vitit 2017 dhe 2021, por nuk e di KQZ-ja si i ka trajtuar, por konsideroj se në një klasë, ku do që e në gjindra, në një ambasada, për një konsulat, një fletë votim,